Jeni duke dëgjuar Radio Marina Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Hire e paqe prej hyjit Atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Liturgjia e orëve. Lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra. Ju ftojmë në këto çaste që së bashku ta lusim bërëmsorën në përkujtimin e Shën Antonit të Padovës, meshtar. Psalmet i marrëm nga përbashkëkorja e Barinjve me psalmet e ditës në psaltere Marte, java e dytë. O hyj, më eja në ndihmë, o Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Dielli jam shuar që mbush me dritë të gjitha krijesat, shkëlqimi i lartë dhe i mendjeve, ty të këndojnë zemrat tona. Nga shpirti yt për krahës, shndritën dritare të gjalla, në për të cilat në shekuj rrin qelur shtigje shpëtimi. Mendja e parë që i shfaqi fjalët që vinë prej qiellit, në për këta shërbyes të hirit, ndriçon me shkëlqim të ri. Pjestar në kuror të këtyre, i denjë për mësime të ndritshme, ky burr i lum shkëlqeu dhe ne i thurim lavde. Me ndihmën e tij të lutemi, na jep o Zot të përshkohemi në rrugën e së vërtetës, të mundemi të ndjekim ty. Bëj atë i gjithë mëshirshëm dhe ti o birë baras me Atin, bashkë me shpirtin shenjtërues, që përamshim sundoni. Amen. Antifona e parë, nuk mund t'i shërbeni Zotit dhe pasurisë, thot Zoti. Psalmi 49, pasuria s'është asgjë. Vështirë do të hyjë i pasuri në mbretërinë e qiellit, thot Krishti te Mateu 19:23. Dëgjoni këto, o popuj të gjithë, dëgjoni të gjithë banorët e tokës, vegjëli e bujar, të pasur e të vobekt së bashku. Goja ime do t'ju shpall dijen, zemra ime mendime urtësie, fjalëve të urta do t'u vë veshin, me këngë do të zbuloj gjëra të fshehta. Përse të trembem në ditë të këqija, kur të më rrethoj paullësia që më vëprit, ata shpresojnë në pasuritë e veta, mburren me kamjen e madhe të veten. E pra njeriu s'është i Zotit ta shpërblej vetveten. Askush s'mund t'ia paguaj hyjit shpërblimin. Çmimi i jetës është tepër i shtrenjtë dhe askur nuk mund të paguhet që njeriu të jetoj gjithmonë e të mos se shoh gropën e varrit. Por do t'i shoh duke vdekur të dishmit, vdesi marri, vdesi patenzoni, të tjerve u alën pasuritë e veta. Varret e tyre, shtëpia e tyre përhershme, banesë e tyre brezni pas breznie, me gjithë se tokat e veta i quajtën me emër të vetë. Edhe njeriu në mirëqenje erret e nuk njeh, krahasot me kafshët që cofin, dhe është i ngjashëm me to. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Nuk mund t'i shërbeni Zotit dhe pasurisë, thot Zoti. Antifona e dytë. Bashkojeni visaret tuaja në qiell, thot Zoti. Pasuria njerëzore nuk shpëton.
I marë zhgrumbullove kuj do t'i mbes? Lumaj që kujdeset të bëhet i pasur në hyjin, thot Krishti, te Luka Ungjilltar 12:20 dhe 21. I tillë është fati atyre që shpresojnë në vetvete, mbarimi atyre që me goja bëjnë qefin vetës. Por si delet rresht zbresin në tokë, vdekjen do ta kenë mbari. Do të zbresin me rrëmbim në varr, duka e tyre me shpejt do të mbaroj, nën toka do t'jetë vend banimi i tyre. Ndërsa hyi do ta shpëtoj shpirtin tim, nga kthetrat e nën tokës vërtet do të më marrë te vetja. Mos u tut kur ndokush pasurohet, kur i rritet gjëja shtëpisë së tij, kur të vdes asgjë s'do të marrë me vete, me të s'do të zbres pasuria e tij. Sa që gjallë një mend thuhej se që e i lumë, do të lavdrojnë se ja bëre qefin vetës, por edhe ai do të shkoj të bashkohet me etër, të cilët kur më s'do ta shohin dritën e diellit. Njeriu që jeton marrëzisht ndërknaqje nuk kupton, krahasohet me kafshët që therrën dhe është i ngjashëm me to. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Bashkojini visaret tuaja në qiell, thot Zoti. Antifona e tretë. Lavdi ty qengji prerë, ty nderi dhe pushteti në shekuj. Kënga krahasuar me librin e Zbulesës kapitulli 4 dhe 5, himni të shëlbuarve. I denje o Zot hyje ynë, të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin, sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd, gjithçka u bë dhe u krijua. Ti je i denj o Zot të marrësh librin dhe t'ja zgjidhësh vulat, sepse që prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjin, njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie, dhe i bëre për hyjin ton mbretëri dhe priftrinj, dhe ata do të mbretërojnë për mbi tokë. I denj është qengji i prerë të marrë pushtetin, pasurinë, dijen, fuqinë, nderin, lumturinë dhe lavdin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi ty qengji prerë, ty nderi dhe pushteti në shekuj. Leximi i shkurtër krahasuar me letrën e Jakobit, apostull të kapitulli 3, rreshtat 17 dhe 18. Urtia që vjen prej s'larti më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtjarake. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe. Përgjigja e shkurtër. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Zoti i dha urti dhe dituri në mesin e kuvendit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Mësuesi fesë dhe dritë e kishës shënën tonë, ti shqyrtove me dashuri fshehësitë e Zotit, lute për ne Krishtin Zot. Kënga e Vjergjës Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin,
Shpirti im me harej brohorit hyjt shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vetë të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyji gjithë pushtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duarthat. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mësuesi fesë dhe dritë e kishës, Shën Anton, ti shqyrtove me dashuri fshehësitë e Zotit, lute për ne Krishtin Zot. Lutjet e besimtarve. Lavdi i qoftë Krishtit të caktuar kryeprift për njerëzit para hyjit, të bashkuar në lutjen e mbrëmjes, ta thrasim emrin e tij. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që në kishën tënde zgjove barinj të shenjtë dhe të urtë, bëj që bashkësia e krishterë të jetë gjithmonë e udhëhequr prej njerëzve të urtë dhe bujar. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti ja fale mëkatet popullit tënd për shkak të lutjeve të barinjve të shenjtë, që ndërmjetësonin sikurse Mojsiu, për hir të meritave të tyre pastroje dhe ripërtrinje gjithmonë kishën tënde. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Në mes të vëllezërve i zgjodhe frymëzuesit dhe udhëheqësit e popullit tënd, dhe i shugurove me vulën e shpirtit shenjtë. Mbushi me dhuratat e tua ata që i vure në udhëheqjet kishës së shenjtë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që je trashëgimi i apostujve dhe i pasarsve të tyre, bëj që mos të birret askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që nëpërmjet barinjve të kishës kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rrëmbehet prej dorës sate, bëj që i pezhmit, meshtarët dhe besimtarët e ndjerë të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, që në Shën Antonin e Padovës i adhe popullit tënd një predikues të shquar dhe një pajtor të mrekullueshëm të skamnorëve dhe të vuajturve, bëj që me ndërmjetësinë e tij ti ndjekim mësimet e Ungjillit, e në provë ta përjetojmë ndihmën e mëshirës sate. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo skeqeje dhe na udhëheqt në jetën e pasosur. Amen. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, patët mundësinë që së bashku ta lusim brëmsoren në përkujtimin e Shën Antonit të Padovës meshtar. Na ndihmoft kjo lutje. Ju kujtoj
se ndodhemi në nënditshin kushtuar zemrës Krishtit. Sot është dita e 7, në orën 7:15 në mëngjes dhe në mbrëmje e lusim lutjet e veçanta kushtuar zemrës Krishtit. Për shumot edhe njëherë shëndohun e padovës gjithë ju që e lutni, që jeni të devotshmit e tij. Vazhdoni të qëndroni në shoqëri me emisionet e radhës të Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Kudo qofshi, ju bekov dhe ju ruajt hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.